Edhe pse Shqipëria është një vend i vogël, policia shqiptare ka regjistruar 10 raste të çuditshme që nuk morën kurrë shpjegim zyrtar. Drita të panjohura, zhurma të pashpjegueshme, makina të braktisura, zhdukje të çastit dhe raporte zyrtare që ende sot lënë më shumë pyetje se sa përgjigje. Këto ngjarje janë dokumentuar në media, në dosje policie dhe në dëshmi të drejtpërdrejta të oficerëve në terren. Sot, do të futemi në disa prej fenomeneve më misterioze që kanë tronditur banor, patrulla policie dhe ekspert. Ngjarje që tregojnë se realiteti është shumë më i çuditshëm nga sa duket. Rasti i UFO-ve në Roskovec. Më 4 maj 2006, Roskoveci u bë skena e një prej fenomeneve më të pashpjegueshme të ndodhura ndonjëherë në Shqipëri. Sipas shumë banorëve, qielli u erësua papritur në një ditë të kthjellët. Fryu një erë e ftohtë dhe degët e pemëve u përkulën sikur një forcë e padukshme po zbriste nga lart. Vetëm disa sekonda më vonë, një objekt oval me ngjyrë gri dhe një vit të holl blu qëndroi në tokë për 5 sekonda. Një djalë 10 vjeçar e pa nga afër dhe mbeti i traumatizuar për muaj. Banorët pan 3 rreshta të zi të djegur në asfalt, dhe petalet e trëndafilave u dogjën kur u vendosën mbi shenjë. Dëshmitarët thanë se objekti zbriti nga veri perëndimi, u ngrit, u rrotullua një herë dhe u zhduk me shpejtësi. Ky rast mbetet më i dokumentuari në historinë shqiptare të UFO-ve. Rasti hetuar edhe nga policia, por pas një zgjidhje apo shpjegim deri sot. Dritat misterioze të Krujës. Midis viteve 2004 dhe 2010, policia e Krujës mori 10 raportime për drita të çuditshme që lëviznin mbi kodra dhe mbi kalan legjendare. Banorët pohonin se dritat lëviznin në mënyrë jo të zakonshme. Ngriheshin drejt, zhdukeshin me shpejtësi, ose ndalonin në qiell për disa sekonda, gjë që nuk përputhet me dron, avion apo mjete të tjera fluturuese. Policia doli disa herë në terren, madje edhe natën, por nuk gjeti njerëz, mjete, pajisja as aktivitete të dyshimta. Në disa raste, edhe vetë efektivët raportuan se pan drita të bardha që ndryshonin drejtim në mënyrë të pazakontë. Ekspertët e energjisë elektrike dhe meteorologët nuk dhanë dot shpjegim. Të vetmet prova të mbetura janë dëshmitë e banorëve dhe disa video të dobëta të kohës. Fenomeni mbetet i pasgjidhur. Objektet e panjohura të Shkodrës. Në vitin 2017, policia dhe zjarfikësit e Shkodrës u njoftuan nga banorët për disa shpërthime në ajër, të shoqëruara me drita të forta. Kur forcat e sigurisë arritën në terren, gjetën copa të vogla metali të shpërndara në një rreze prej 10 metrash. Ato ishin të deformuara sikur të vinin nga një temperaturë shumë e lartë, por jo të ngjashme me pjesë avionësh apo satelitësh. Institucionet bën analiza, por asnjë agjenci nuk mori përgjegjësinë për ngjarjen. Ushtria mohoi çdo lidhje me teste fluturuese. Disa banor pa një objekt të ndritshëm që ra me shpejtësi drejt tokës dhe u shpërb, si të ishte bërë prej materiali jo natyral. As sot nuk dihet çfarë kanë qenë këto fragmente misterioze. Trokitjet e natës në fushë Krujë. Në vitin 2012, banorët e disa lagjeve në fushë Krujë filluan të raportonin trokitje të forta në dyer dhe dritare pas mesnate. Fillimisht u mendua se ishin të rinj që bënin rengje, por trokitjet ishin aq të forta dhe të shpeshta sa shumë familje u trembën. Policia filloi patrullime të rregullta dhe, në një natë, disa efektiv dëgjuan vetë trokitje në disa shtëpi të ndryshme brenda minutash. Kur shkuan pranë burimit të zhurmës, nuk gjetën askënd. Kamerat e disa banorëve nuk kapën persona, vetëm lëvizje të papritura të perdeve dhe dridhje të derës. Me kalimin e muajve, fenomeni u zhduk ashtu siç filloi, pa asnjë shpjegim. Rasti mbetet një nga më të çuditshmit e regjistruar në kronikat lokale. Zhurmat e pazakonta në Palla. Në vitin 2015, në zonën e komunës në Parisi Tiranë, banorët e një pallati raportuan për disa net rresht zhurma të forta nëpër mure dhe tavane, si goditje të rënda me çekiç. Policia dhe inxhinierët kontrolluan ndërtesën për defekte strukturore, por nuk gjetën asgjë. Çuditërisht, zhurmat ndodhnin vetëm pas mesnate dhe zhdukeshin para mëngjesit. Disa banor pohonin se zhurmat lëviznin nga një apartament në tjetrin, por të gjitha ishin bosh natën. Edhe inxhinierët e bashkisë nuk dhanë dot shpjegim teknik. Fenomeni vazhdoi për afërsisht 2 javë, pastaj pushoi plotësisht. Askush nuk u identifikua si burimi i zhurmave dhe asnjë defekt nuk u gjet. Një rast i rrallë që mbeti pa përgjigje. Njeriu i zi në autostradën Tiranë-Durrës. Në fillim të viteve 2000, patrulla e policisë rrugore raportoi një ngjarje të pazakontë. Ndërsa patrullonin,
Në mes të rrugës u shfaq një siluetë e gjatë, krejt e zezë, e cila qëndroi vetëm pak sekonda para se të zhdukej në anë të rrugës. Efektivët menduan se ishte këmbësor dhe ndaluan menjëherë, por nuk gjetën askën. Zona u kontrollua disa herë, edhe me drita të forta, por personi nuk u gjet. Raportimet të ngjashme erdhën nga disa shoferë të tjerë gjatë viteve 2002 deri 2005. Të gjithë e përshkruan të njëjtin fenomen. Një figurë e zezë që qëndron për pak sekonda në rrugë dhe zhduke. Asnjë shpjegim nuk u dha. Vajza që u zhduk për 40 minuta. Në vitin 2011 në Kavaj, një vajzë e re, ndërsa luante pranë shtëpisë, u raportua si e zhdukur. Familja kërkoi ndihmën e policisë dhe pas 40 minutash kërkimi intensiv, vajza u gjet, pikërisht në të njëjtin vend ku familjarët kishin kërkuar vetëm pak minuta më parë. Ajo ishte e qetë, pa shenja dhune, por e hutuar. Kur u pyet, tha se kishte dëgjuar dik që e thëriste dhe pastaj nuk mbante mend asgjë tjetër. Policia e trajtoi rastin si të pazakont, pasi nuk kishte mundësi që të fshihej në atë zonë pa u parë. Disa mjekë e quajtën fenomen disociativ, por familja beson ende se ka qenë diçka më e çuditshme. Gjurmët gjigante në Borë. Në dimrin e vitit 2006, banorët e Thethit njoftuan policinë për gjurmë të mëdha në Borë që nuk përputheshin me asnjë kafshë të zonës. Gjurmët ishin shumë të mëdha, të rregullta dhe krijonin një shteg që zhdukej papritur me spylli. Policia lokale dhe disa banorë ndoqën gjurmët për disa metra, por ato përfundonin në mënyrë të menjëhershme, sikur krijesa që i kishte bërë ishte ngritur në ajër. Fotot e gjurmëve u dërguan tek biologë, të cilët nuk arritën të përcaktojnë një kafshë të njohur. Ky rast mbetet një nga fenomenet më të çuditshme të veriut shqiptar. Sferat e dritës në pres. Në vitin 2014, policia kufitare pranë liçenit të Prespës mori njoftime nga banorët për një objekt të ndritshëm që dukej se hynte dhe dilte nga uji. 2 banorë arritën të filmonin fenomenin. Një sferë e bardhë që lëvizte butë, pastaj zhdukej në sipërfaqe. Policia kontrolloi zonën me varka, por nuk gjeti as pajisje, as njerëz. Drita u shfaq disa herë gjatë një periudhe prej 2 javësh. Ekspertët nuk arritën të japin shpjegim të qartë, nuk ishte refleks, as dron, as mjet peshkimi. Rasti u raportua në disa portale të kohës dhe mbetet një nga pamjet më interesante të dokumentuara. Zhurma metalike në Mirdit. Në vitin 2003, banorët e një zone malore në Mirdit raportuan për zhurma të forta si goditje makinerish nën tokë. Policia dhe ekipet minerare shkuan për verifikim, pasi zona kishte miniera të braktisura. Por, sipas ekspertëve, minierat nuk kishin asnjë aktivitet prej vitesh dhe nuk kishte as lëvizje gjeologjike në atë periudhë. Zhurmat vazhduan për disa net, gjithmonë pas mesnate, dhe pushuan papritur. Asnjë shpjegim teknik nuk u dha. Banorët ende tregojnë se zhurma vinte nga thellësia, sikur dikush punonte me mjete të rënda nën tokë. Policia e mbylli rastin si fenomen i pashpjegueshëm. Këto ngjarje tregojnë se Shqipëria ka shumë më tepër mistere se sa mendojmë. Policia, oficerët dhe banorët janë përballur me fenomene që nuk i shpjegon dot as teknologjia moderne, as shkenca, as logjika njerëzore. Drita të pashpjegueshme, zhdukje të çastit, makina të braktisura, zhurma të çuditshme, të gjitha këto mbeten të hapura edhe sot. Për disa njerëz janë rastësi, për të tjerë paralajmërime, por askush nuk i ka dhënë një përgjigje përfundimtare. Nëse ju pëlqyen këto histori reale, abonohuni në Fakte Morbid për më shumë mistere të dokumentuara nga terreni.